Populli i Adit, populli i fuqishëm që u shuan nga dënimi hyjnor, është një nga komunitetet më të njohura dhe më të përmendura në histori, jo vetëm nga arkeologët e historianët, por sidomos nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit Muhammed alayhis salam. Ata ishin një popull i madh dhe i fuqishëm, të cilët jetonin në një vend me emrin Ahkaf, një zonë me shkretëtira të gjera dhe kodra të rënda. Aditët njihershin për fuqinë e tyre të jashtëzakonshme fizike, ndërtimet e mëdha dhe pasurinë e madhe që kishin arritur përmes punës së tyre të palodhur. Ata ishin një popull që shfaqnin arrogancë dhe krenari për fuqinë dhe mundësitë e tyre, duke refuzuar të besonin në mesazhet dhe thirrjet e pejgamberëve që u dërguan nga Zoti dhe për t'i udhëzuar ata. Aditët jetonin në një epokë shumë të vjetër, përpara lindjes së pejgamberit Ibrahim alayhis salam dhe ishin pasardhës të Shemit, biri i Nuhut alayhis salam. Ata bënin pjesë në popujt e lashtë arab që ishin shpërndarë në rajonin e Arabisë së Jugut, duke krijuar qytete të mëdha dhe struktura arkitekturore të larta, përfshirë ndërtesa prej gurësh të fortë dhe pallate që dëshmonin fuqinë dhe kulturën e tyre. Gjithsesi, fuqia fizike dhe madhështia materiale e tyre nuk i shpëtojnë nga zemrimi hyjnor, pasi ata u treguan mosbesimtarë të egër dhe refuzuan të pranonin fenë e një Zoti të vetëm. Mesazheri i tyre ishte Hudi alayhis salam, një pejgamber i cili u dërgua me urdhër të Allahut për t'i paralajmëruar dhe për t'i thirrur në rrugën e drejtë. Hudi alayhis salam u përpoq me durim dhe përkushtim të shpjegonte atyre rëndësinë e besimit në Zotin, të ndalonte adhurimin e idhujve dhe të promovonte drejtësinë dhe mirësinë mes njerëzve. Megjithatë, populli i Adit e përbuzën dhe e tallën atë, duke i thënë se ishte një njerëz si ata dhe nuk kishte asnjë fuqi të veçantë për sjellë ndryshime në jetën e tyre. Ata nuk donin të ndryshonin mënyrën e tyre të jetesës dhe krenaria e tyre ishte aq e madhe saqë nuk e pranonin asnjë paralajmërim. Në shumë ajete të Kuranit, Allahu përshkruan këtë popull si njerëz të mëdhenj me trup dhe forcë jashtëzakonshme. Ata ishin krenar për pasurinë dhe fuqinë e tyre ushtarake dhe përdornin këto për të shtypur popujt e tjerë dhe për të krijuar një perandori të madhe në rajonin e Arabisë. Por kjo krenari dhe arrogancë nuk i shpëtoi dënimit që erdhi si rezultat i refuzimit të tyre për të besuar në Zotin. Ata ishin shembull i qartë i popujve që përkundër bekimeve që marrin, bëhen mendjemdhej dhe më pas rrëzohen nga lartësitë e tyre. Dënimi hyjnor ndaj popullit të Adit ishte shumë i rëndë dhe i tmerrshëm. Allahu dërgoi një stuhi të fuqishme që shkatroi çdo gjë në rrugën e saj. Era e fortë e stuhisë, përshpejtuar nga një zhurmë tronditëse, e zhduku këtë popull nga faqja e dhëut, duke lënë vetëm rënojat e ftohta dhe dëshmi të fuqisë së Zotit. Kjo stuhi nuk ishte vetëm një fatkeqësi natyrore, por një mësim i qartë për të gjithë njerëzit se nuk mund të kundërshtojnë urdhrat e Zotit dhe se arroganca dhe mosbesimi s'kan vend përpara drejtësisë hyjnore. Kjo ngjarje shërben si paralajmërim dhe frikë për ata që nguten në mëkate dhe refuzojnë të përgjigjen thirrjes së pejgamberit. Kurani përmend popullin e Adit në disa sure, duke theksuar jo vetëm fuqinë e tyre fizike, por edhe dënimin e tyre të tmerrshëm. Në suret si Hud, Fusilet dhe Ahkaf, tregimet për këtë popull përshkruhen me detaje që i bëjnë lexuesit të mendojnë thellë për fatin që i ndodhi dhe për rëndësinë e bindjes ndaj Zotit. Mesazhi hyjnor i këtyre ajeteve është se asnjë pasuri, asnjë forcë njerëzore nuk mund të mbrojë një popull nga dënimi nëse ata zgjidhin të mos besojnë dhe të mos ndjekin rrugën e drejtë. Nga rrëfimet islame mësohet e pasardhësit e këtij populli nuk ishin më të ndryshëm nga të parët, pasi ata vazhduan me të njëjtën sjellje arrogante dhe mosbindëse. Allahu në mënyrë të përsëritur dërgoi pejgamberë dhe paralajmërime për të gjithë popujt, por vetëm ata që i pranuan dhe ndryshuan rrugën shpëtuan nga dënimi. Kjo është një mësim i rëndësishëm për çdo brez dhe çdo njeri që t'i kuptojë dhe t'i kushtojë vëmendje paralajmërimeve hyjnore dhe të mos bjerë në kurthin e mendjemallësisë dhe mohimit. Në historinë njerëzore, rrëfimi i popullit të Adit është një nga paralajmërimet më të fuqishme që është ruajtur me kujdes në tekstet e shenjta dhe hulumtimet islame. Ai na tregon se fuqia fizike dhe pasuria materiale nuk janë asgjë në krahasim me frikën dhe nderimin ndaj krijuesit të Allahut. Asnjë sukses nuk ka vlerë nëse është ndërtuar mbi mohim dhe mëkat. Në çdo kohë njerëzit duhet të kujtojnë se dënimi i popujve të mëparshëm është një shenjë e qartë për ata që nuk duan të ndjekin rrugën e drejtë, dhe se vetëm me besim dhe bindje ndaj Zotit mund të fitojnë paqe dhe suksese të vërteta. Në të vërtetë, rrëfimi i popullit të Adit nuk është vetëm një histori e largët, por një paralajmërim që vazhdon të ketë rëndësi edhe në ditët tona. Ai na fton të reflektojmë mbi sjelljet tona, në mënyrën se si përjetojmë fuqitë dhe bekimet që kemi dhe mbi detyrën tonë për të përkushtuar ndaj Zotit në çdo hap të jetës. Kur ndjejmë krenari dhe mendjemallësi, duhet të kujtojmë se kjo është rruga që çon në shkatrim dhe humbje. Mendjemallësia është pra vesë që na dëmton. Dënimi i popullit të Adit na mëson gjithashtu rëndësinë e pejgamberëve dhe mesazheve
që ata sjellin. Huda alayhis salam ishte një nga pejgamberët më të përmendur për këtë popull dhe përpjekjet e tij për t'i shpëtuar nga humbja janë dëshmi e madhështisë së misionit pejgamberik. Ai u kujtoi njerëzve që fuqia dhe madhështia e tyre nuk janë të përhershme dhe se vetëm me bindje ndaj Zotit mund të jetojnë në paqe dhe harmoni. Por populli i Adit nuk pranoi të ndryshonte, duke zgjedhur rrugën e shkatrimit. Në përfundim, rrëfimi i popullit të Adit mbetet një kujtesë e fuqishme për njerëzit çdo kohë dhe vendi dhe na mëson se fuqia fizike, pasuria dhe madhështia materiale janë të përkohshme dhe të pambrojtura pa drejtësi, besim dhe përkushtim ndaj Zotit. Ai na tregon se arroganca dhe mendimallësia sjellin rrëzim dhe dënim, ndërsa bindja dhe përulësia ndaj Zotit janë çelësi i shpëtimit dhe paqes së përjetshme. Kjo histori na frymëzon të jemi të kujdesshëm ndaj veprimeve tona, të dëgjojmë me vëmendje para lajmërimet hyjnore dhe të kërkojmë gjithmonë udhëzimin e Zotit në jetën tonë. Në këtë mënyrë, rrëfimi i popullit të Adit mbetet jo vetëm një kujtim historik, por edhe një mësim e përjetim për të gjithë ne, për të mos përsëritur gabimet e tyre dhe për ndjekur rrugën e drejtë që na udhëzon Allahu nëpërmjet pejgamberëve të tij.